me na e kalu dikush në këtë botë, me punë, me mishe, me shpirt mundohemi që ta arrim ai ku ka arritur. Dikush është bërë inxhinier dhe ne kemi inati dhe nga inati punojmë që ta arrim që edhe ne të bëhemi inxhinier. Dikush ka kryer magjistraturë, doktoraturë, do shta ne me inatin ton mundohemi që edhe ne të kryjmë magjistraturë dhe doktoraturë. Por pyet në vetën, a keni bë gara me njerëz që luftojnë dhe ngriten tek Allahu Azza wa Jalla në xhennet? Gjithsecili prej neve e beson se ahireti ka fillim dhe s'ka mbarim, dhe kjo është e vërteta. Kjo botë ka fillim dhe ka mbarim. Ahireti ka fillim dhe s'ka mbarim. E atëherë ku duhet jetë kontributi jonë më i madh? Në këtë botë cilën në një moment caktuar do ta kalojmë, apo në botën tjetër që do të jemi përgjithmonë? Është një hadith i pejgamberit alayhis salatu wasalam, ku Resulullah alayhis salatu wasalam na drejtohet ku thotë se do t'i shohim njerëzit që do të na e kalojnë në xhennete.